Më ka ndodhur një problem tek puna, ku punoj, kam gatruar një kthim parash të një klienti, pa dashur dhe pa ditur nuk I ktheva një shumë prej 3.000 lekësh. Tani 3.000 lekë do të thotë 3 euro, nëse është me të vjetra, po 3.000 lekë është 30 euro, nëse është me të reja, nejse, po 3.000 lekë duhet të jetë, do të thonë duhet të jetë 3 euro. Dhe klienti nuk e dalloi dhe iku, nuk vi çfarë bëj në këtë rast se po ndihem keq. Dhe nëse klienti nuk na vjen më, a mund t'i marr këto para si bakshish, t'i shpërndajmë ne punëtorët siç bëjmë me bakshishin gjithmonë? Haram. S'është bakshish kjo është me lezet. Ne po themi ke gabu, okej, ato 3.000 lekë nuk janë tuajat as bakshish, janë haram. Kështu që shko ke kamerat, shifër kush ka qenë personi, boja I fotot mirë, maja aty ke ajo e kompjuteri, dhe kur ta shofësh, leja aty ke kompjuteri ke gjithë kolegët, ku ta shifni, jepni 3.000 lekëshin. Për ndryshe, haram.